الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën do ta përkujtoja fillimisht veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën gëzohu për festën e Fitr Bajramit. Elhamdulillah, falenderime pafund Allahut i cili na udhëzoi. Elhamdulillah, pafund Allahut i cili mundësoi plotësimin e muajit të bekuar të Ramazanit, shëndosh e mirë, të cilin na e mundsoi ta kalojmë në ibadete, adhurime dhe lutje. Për atë, pra, le të gëzohemi dhe le ta falenderojmë Allahun shumë pas këtyre begative të shumta të cilat ai i plotësoi për ne. Padyshim që kur plotësohet muaji Ramazanit, shoqërohet me ibadete, adhurime edhe lutje, padyshim që dita e parë pas përfundimit të tij është ditë feste, pasi që Allahu i lartësuar në ditën e festës na jep edhe shpërblimet e mundin të cilin ne e kemi dhënë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Sot është dita ku Allahu i lartësuar do t'i plotësoj shpërblimet e veprave të mira për ne, dhe është dita ku Allahu i lartësuar do të plotësoj shpërblimet për ne, pasi që ne u larguam edhe nga veprat e liga. Vëllezër të dashur, sot e mbar bota muslimane feston dhe me plot të drejt feston, mirë po falenderim Allahut të lartësuar, i cili i bëri festat tona lutje, i bëri festat tona namaz, i bëri festat tona vizit, i bëri festat tona marrë njëri me tjetrin ndërngritje të raporteve, dhe i bëri festat tona vërtet fest dhe gëzim. Elhamdulillah që festat tona nuk janë si festat e të tjerëve, të cilët janë të shoqëruara me alkool, janë të shoqëruara me muzik, janë të përziera dhe në fund asgjë nuk mbahet mend, vetëm që përmendet se ishte një far feste. Pra, me të drejt ku Allahu i lartësuar na thot neve: Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fe bi dhalike falyafrahu. Pra, thuani me mirësin dhe mëshirën e Allahu Gjelleshanuhu gëzoheni, fe bi dhalike falyafrahu. Vërtet ja vlen që sot është gëzim dhe është fest, pasi që ne një muaj sakrifikuam dhe sot festojmë përsëri me lutje, adhurim edhe vizita dhe vepra të mira. Për atë gëzohu o musliman, se vërtet kjo ditë është ditë feste për ne. Festat tona janë ibadet, ndërto ne e kemi obligim edhe ibadetin e sadakatul fitrit. Sadakatul fitri është një obligim për çdo musliman dhe muslimane, i rritur apo i vogël, madje edhe ai i cili është i shëndosh dhe i smur, ai i cili është invalid, edhe ai i cili
është në barkun e nënës së tij dhe ende nuk ka dalur në jetën e dunjas, nëse atë e kanë ndjerë të gjallë në barkun e nënës së tij, edhe për atë duhet pra të jep sadakatul fitr, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ognuhum anil mas'ala fi hadha al-yawm." Pra, mundsonja që mos të lipin qoftë edhe ditën e festës, sepse në ditën e festës, nëse ndonjëri prej vëllezërve dhe motrave tona nuk e ka të bollshme hajen dhe pijen, nuk e ka të bollshme veshmbathjen e tij, për atë është vërtet fest e mangët. Mirpo, ne, elhamdulillah, na ka obliguar Allahu i lartëmadhëruar me sadakatul fitrin që t'ja u japim të varfërve, që të paktën ditën e festës edhe të varfrit të kenë për të ngrënë dhe për të pi, të kenë për të veshmbathur njëjtë si të tjerët, ashtu siç e dëshmojmë edhe ne këtu në këtë manifestimin ton të kësaj feste madhështore, ku nuk kemi dallim asnjëri prej tjetrit sa i përket veshmbathjes. Çdo njeri, elhamdulillah, nga muslimanët është me veshmbathje të mirë dhe çdo njeri ka të shtroj boll për fëmijët e tij në sofrën e festës së Bajramit. Për atë obligohemi të japim sadakatul fitrin. Unë e kisha shfrytzuar rastin për ata vëllezër të cilët nuk e kanë kryer këtë obligim. Pra, obligimin e sadakatul fitrit ende kanë mundësi ta kryejnë dhe ai vlen deri para faljes së namazit të Bajramit. Pra, ata të cilët nuk e kanë kryer, janë antarët e kryesisë aty, edhe lirisht munden të shkojnë edhe ta kryejnë obligimin e sadakatul fitrit. Pra, për të gjithë antarët e familjes, kanë agjeru, s'kanë agjeru, pa marrë parasysh se si janë sjell gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ata obligohen me sadakatul fitr. Festat tona ne i urojmë me lutje që Allahu Gjelleshanuhu të na i bëj kabul dhe të na pranoj ibadetet tona, sepse ne kemi festën e fitr Bajramit, pasi që ne kemi kryer ibadetin më madhështor, i cili është një prej kushteve të fesë islame, e që është agjerimi. Pastaj edhe e kemi shoqëruar me ibadetet të ndryshme, sidomos me namazin e teravis, edhe me adhurime tjera të ndryshme. Për atë vërtet shpirti dhe zemra gëzohet, pasi që kemi përfunduar me sukses një sezon, një kapitull të cilin ne e kemi bërë për hir të Allahut dhe jemi kënaqur, dhe sot me të drejtë i presim dhe i marrim edhe shpërblimet e Allahut të lartësuar. Vëllezër të dashur, le të jetë kjo fest një ripërtrirje dhe forcim i lidhjeve tona. Fillimisht të hapim një faqe të re sa i përket lidhjes son me Allahun e lartësuar. Padyshim që ne ishim gjatë muajit të Ramazanit më të lidhur me Allahun e lartësuar, dhe ne ishim më të përkushtuar ndaj mësimeve dhe urdhrave të Allahut të lartësuar. Le të jetë pra ky muaj i Ramazanit vërtet një hapje e një faqeje të re sa i përket lidhjes son me Allahun Gjelleshanuhu, që ajo vërtet të jetë më e fortë, të jetë më e përkushtuar dhe të jetë më e afërt me Allahun e lartësuar. Le ta shfrytëzojmë muajin e bekuar të Ramazanit që të hapim një faqe të re, po ashtu në raportet tona, fillimisht edhe me prindrit tonë. Për arsye se Allahu në Kur'anin famëlar në porosit në mënyrë direkte që ne të adhurojmë Allahun Gjelleshanuhu, dhe pas adhurimit të Allahut të lartësuar, ne duhet të respektojmë prindrit.
Allahu thot: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ka urdhëruar Allahu i lartësuar që të adhuroni vetëm Allahun e lartësuar dhe pastaj t'i respektoni prindërit tuaj. Pra, nuk ka përmendur para respektit të prindërve as namaz, as agjerim, as lexim Kur'ani, por se direkt pas adhurimit të Allahut jemi të obliguar që ne të respektojmë prindërit ton. Për atë, le të jetë ky muaj i Ramazanit, në të cilin ne jemi afruar të Allahu, jemi sillur më mirë me prindërit, vërtet le të jetë një hapje e një faqe të re, një kapitulli të ri, ku ne vërtet do të jemi shumë më të përkushtuar në respektimin ton ndaj prindërve ton. Le të jetë muaji i Ramazanit, po ashtu edhe një hapje e një faqe të re, një kapitulli të ri, edhe i lidhjeve tona farefisnore. Nëse ne kemi agjeruar, jemi fal, ta dim se ai agjerim dhe ai namaz, ai lexim Kur'ani do të ishte edhe më i bukur, do të ishte edhe më i shpërblir, sikur ne të i lidhnim lidhjet farefisnore nëse ata ishin të shkputura, dhe po ashtu të i shfrytëzojmë dhe të i forcojmë ato edhe më shumë se sa që ishin më parë. Pra vërtet, muaji Ramazanit në ndryshoj, le të bëjmë edhe ne ndryshime të dukshme në jetën praktike tonën. Le të jetë kjo fest dhe një bes Allahu Gjelleshanuhu për përkushtim më të madh ndaj Allahu të lartësuar. Le të jetë kjo fest vërtet edhe një forcim i lidhjeve tona, edhe të pisishta me Allahun, me prindrit, me farefisin, po jo vetëm me ato, por se le të hapim një faqe të re, ku do të forcojmë lidhjet tona edhe me fqinjët, do të forcojmë lidhjet tona edhe me vetë shoqërin, edhe do të jemi më të mirë, më të vyer, më të dobishëm ndaj shoqërisë, sepse Allahu Gjelleshanuhu thot: më i miri për jush është ai nga dora dhe gjuha e të cilit kanë shpëtuar të tjerët. Pra vërtet, le të jetë ky Ramazan, një Ramazan i cili vërtet ka lënë gjurmë ndryshuese në veten tonë. Padyshim që kjo ditë, o vëllezër, është e veçantë pasi që është ditë feste. Ajo e cila e bën jashtëzakonisht të veçantë këtë ditë është edhe shpërblimin e Allahu Gjelleshanuhu, të cilin do ta marrim sot. Në lidhje me këtë, thot pejgamberi alayhis salam, duke na sqaruar neve formën dhe mënyrën edhe shpërblimet të cilat ne do t'i marrim sot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, siç është dita e sotshme e jona, ai ju drejtua masës, ju drejtua muslimanëve me këto fjalë. Le t'i dëgjojmë fjalët, le t'i dëgjojmë mesazhet, le t'i dëgjojmë këshillat, le t'i dëgjojmë fjalët e pejgamberit alayhis salam, me të cilat ai u është drejtuar masës, sikurse në ditën tonë të sotshme. Ai ju tha kështu: idha kana yawmi Eidil Fitr, waqafat al-malaika ala abwab at-turuq. Është mirë që të dëgjohemi edhe të koncentrohemi në këto fjalë të cilat ne do t'i dëgjojmë këtu. Thot: kur ishte dita e Fitr Bajramit,
kur ishte dita e bajramit të fitrit, siç është dita e sotshme. Waqafat al-malaike ala abwab at-turuq. Melekët qëndrojnë në çdo rrugë dhe rrugicë. Pra sot në mbar botën muslimane, në çdo rrugë dhe rrugicë, Allahu ka zbritur melek dhe ata qëndrojnë dhe i shoqërojnë besimtarët. Të shohim se çfarë pason pastaj, pasi që sot në çdo rrugë dhe rrugicë kemi melek. Fenadau, dhe ata thirin duke thënë: Ugdu ya ma'shar al-muslimin ila rabbin karim. Ugdu, ecni o ju besimtar, drejt Rabbin Kerim, drejt Zotit tuaj i cili është bujar, i cili sot do të shpërndaj dhe do të jep nga bujaria e tij për mbar muajin të cilin ju sakrifikuat për të, dhe sot shpërndan Allahu bujarin e tij me gjithçka ndaj juve. Fimen bil khair, dhe ata melekët na përgëzojnë në urdhnin e Allahut, që sot Allahu plotson çdo mirësi të tij për ju të cilët sakrifikuat një muaj. Thumme yathibu alayhi al-jazil, e pastaj Allahu yuthibu al-jazil, jep shumë nga mirësitë dhe begatit e tija për ne. Laqad amartukum bi qiyamil layl fakuntum, ju lutem ta dëgjojmë. Laqad amartukum bi qiyamil layl, ju urdhërova juve që të falni namazin e teravis, dhe ju kuntum, dhe ju e falët atë. Wa amartukum bi siyamin nahar, dhe ju urdhërova juve që të agjëroni ditët e muajit të Ramazanit, fasumtum, dhe ju ishit të përkushtuar ndaj këtij urdhrit të Zotit dhe i agjëruat ditët e muajit Ramazanit. Wa ata'tum rabbakum, dhe ju po ashtu ju përkushtuat edhe më shumë Zotit tuaj. Faqbidu jawaizakum, dhe ja sot merrni jawaizakum, shpërblimet, mirësit, begatit e Zotit tuaj për agjërimin, për namazin dhe për përkushtimet tuaja që i bët ndaj Zotit. Fe idha sallu nada munadin, dhe kur do ta falim namazin e bajramit që veç më se u afrua, nada munadin, do të thirr një thirrës dhe do të thot: Ela inna rabbakum qad ghafara lakum. Ju lutem ta dëgjojmë se çfarë do të thot thirrsi nga melekët e Allahut të lartësuar, pasi që ne të kemi falur namazin e bajramit. Ai do të thot përsëris: Ela inna rabbakum qad ghafara lakum. Sigurisht që pas këtij momenti Zoti juaj ju fali juve. Farji'u rashidina ila rihalikum, kthehuni me begati në rrugët tuaja drejt familjeve tuaja. Fa huwa yawmul jaiza, sepse sot ishte dita e shpërblimit ku ju morët shpërblimet e tia. Wa yamsa dhalika al-yawm fi as-sama yawmul jaiza, fa yusamma, e kjo dit quhet në qiell sot fi as-sama yawmul jaiza,
dita e shpërblimeve. Unë shfrytëzoj nga rasti të lusë Allahun Gjelleshanu në këtë ditë madhështore, që të dhe në ketë pranuar ibadetet, adhurimet, agjerimin, namazin, lutjet dhe të gjitha përkushtimet tjera që i bëjmë dhe Allahu Gjelleshanu. E lusë Allahun Gjelleshanu po ashtu të në mundësoj që të arrim edhe shumë Ramazanet të tjera së bashku, edhe shumë bajramet të tjera së bashku.